Sot për të shënuar 26 vjetorin e betejës së Landovicës, një nga ngjarjet më të rëndësishme të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ku dhanë jetën për lirinë e Kosovës 7 dëshmor edhe 10 martir. Fillimisht nën kryetari i komunës Kujtim Gashi bashkë me kryesuesën Antigona Betyqi, si dhe kryesia e OVL-s së Prizrenit, veteran të fshatit e familje dëshmorësh. Bën homazhe tek abitari i fshatit e pastaj me homazhe vazhduan edhe tek varrezat e dëshmorëve në Landovicë. Pas homazheve tek varrezat e dëshmorëve dhe martirëve në shkollë e cila tashmë e mban emrin 26 marsi. Me këtë rast nën kryetari Kujtim Gashi së bashku me kryesuesën e Kuvendit Antigona Betyqi, përfaqësues dhe kryesia OVL-s në Prizren, morën pjesë në solemnitetin organizuar për këtë datë që i kishin përgatitur nxënësit e kësaj shkolle. Prara të pranishmëve ka përshëndetur drejtori i kësaj shkolle Besnik Berisha, kurse për betejën e fshatit në Landovicë nën kryetari i komunës Kujtim Gashi tha se betejë e Landovicës është një nga betejat më të lavdishme të komunës së Prizrenit. 26 marsi, dita e shkollës dhe dita e dëshmorëve dhe martirëve të fshatit. Kjo është një ditë që na bën të reflektojmë për sakrificën dhe vlerat mbi të cilat është ndërtuar identiteti ynë. Shkolla jonë ka qenë gjithmonë një vatër e dijes, e edukimit dhe përgatitjes së brezave për një të ardhme më të mirë. Arsimi është një nga gurët e shenjat të ndërtimit të një shteti të fortë. Ai është mjeti që na mundësojnë të krijojmë qytetarë të përgjeshëm dhe të edukuar për zhvillimin e vendit tonë. Angazhimi në arsim është një angazhim për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për të gjithë. Shkolla jonë, me emrin e saj të nderuar, 26 marsi, është një pasqyrë e këtij angazhimi. Është një hapësirë ku çdo ditë kultivojmë dijen dhe vlerat që do të formosojnë brezin e ardhshëm të Kosovës. Për të përkujtuar me respekt dhe mirënjohje të thellë 26 vjetorin e betejës së lavdishme të Landovicës. Kjo betejë nuk ishte thjesht një përballje mes armikut dhe luftëtarëve të lirisë, por një dëshmi e vendosmërisë, guximit dhe sakrificës së bijve dhe bijave më të mira të këtij vendi. Dëshmorët e rënë, Tahiri, Hamiti, Ismeti, Heshimi, Halili, Hysniu, bashkë me 10 martir, u ngritën mbi frikën dhe mbi çdo pengesë për ta bërë realitet ëndrrën shekullore të popullit ton lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Ata u ngritën për të vazhduar rrugën për çlirim si trashëgimtar të misionit të cilën e kishte filluar dëshmori i parë i Landovicës dhe i Prizrenit, biri juaj, futbollisti i lirisë dhe çlirimtari ynë përparim Thaçi. Ata e dinin se rruga drejt lirisë do të ishte e mundimshme, por nuk u ndalen asnjëherë. Sot ne jemi këtu si trashëgimtar të sakrificës së tyre, për të kujtuar jo vetëm aktin e tyre heroik, por edhe për të reflektuar mbi përgjegjësinë që kemi si breza të ardhshëm për të ruajtur dhe forcuar këtë liri. Isa Berisha, kryetari OVL-s, duke folur për betejën e Landovicës, tha se këtu ranë dëshmorët e këtij fshati për të mos vdekur kurrë, kurse roli i këtij fshati është i madh gjatë luftës, tha Berisha. Përdrenia dhe Rashid Baqini mësuan një goditje të rëndë nga armiku duke vrarë, masakruar, djegur, laçkitur, gjithë këtë drejtë. Kështu që është edhe muaj i dhimbjes, pasi që në këtë muaj Landovica dhe Përdrenia e mësuan më së kishti. Por është muaj krenarisë, pasi që në morsin e 99-ës, me 24 mars, Alianca më e fortë e botës e përkroi luftën shqiptare të Kosovës, duke ditur që lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës ishte një luftë e drejtë. Landovica, jo në periudhën e vitit 1998, por edhe më herët ishte një urlidhse jo vetëm për këtë zonë Knena, mirë po ishte urlidhse edhe për gjitha zonat ku ushtria shqiptare të Kosovës zhvillonte betejë të ndryshme. Duke ditur që Landovica ishte një urlidhse sepse e gjithë, mund të them, e gjithë ushtria shqiptare e Kosovës, Landovica luajti një rol të rëndësishëm
për gjithë ushtrinë që jetohet në Kosovës, pasi që gjithë këta djemë të cilët vishin për armatim nga Shqipëria në Kosovë, pikërisht pikën kryesore kishin Landovic, pasi se djemët e Landovicës e bëjshin vajtje në ardhe në ushtarët e Kosovës Shqiptar Kosovës. Në emër të fshatit ka folur kryetari i fshatit Faik Berisha. Shkolla jonë mban emrin e po kësaj date pra 26 marsit. Në këtë rast uroj drejtorin, mësimdhënësit dhe nxënësit për këtë ditë të shkollës së tyre. Nxënësit të cilët janë e ardhmja e Kosovës për të cilën u flijuan përparimi, Eshimi, Hamiti, Ismeti, Tahiri dhe Alili dhe shumë martirë të fshatit tonë, është një udhërrëfys se gjithë kjo e arritur për lirinë e Kosovës është fal gjakut të dëshmorëve dhe martirëve të. Nxënësit e kësaj shkolle me këtë rast recituan vargje kushtuar dëshmorëve dhe kënduan këngë për dëshmorët, kurse u ndanë edhe mirënjohje për mësimdhënës të dalluar të kësaj shkolle sot në këtë ditë të shënuar. Në Landovic, trimat mos jejuan me gjak e me shpirt për këtë tokë.